Përshëndetje të nderuara, ju uroj Ramazanin, ju dëshiroj një agjerim të lehtë dhe të pranuar. Sot jam këtu në cilësinë e psikologës, ku të flas për agjerimin dhe shëndetin mendor. Sot dihet edhe nga praktikat fetare për shumë benefite që i tregon agjerimi gjatë kësaj kohe. Por nga këndvështrimi psikologjik, unë e shoh si një proces të fuqishëm të vetë rregullimit mendor. Do të thotë përderisa agjerimi bëhet në mënyrë të vetëdijshme, na me u largu ose mos me u përgjigj në mënyrë menjëhershme për nevojat e tona instiktuale biologjike, atëherë këtu fillon edhe dimensioni psikologjik i ndikimit të agjerimit. Kështu që edhe nga psikologjia e vetë kontrollit dihet se personat të cilët janë të aftë ose kanë një aftësi më të lartë që mos me ju përgjigj që atyne dëshirave të menjëhershme, kjo ndërlidhet me raporte më të shëndosha, më të qëndrueshme me të tjerat, kemi një stabilitet më të madh emocional. Por përveç shumë ndoshta ngarkesave që i kemi edhe në fillim edhe në aspektin emocional që ndërlidhen me agjerimin, dim përjetojmë edhe molisje, irritime apo shpeshherë edhe luhatje të humorit, por kjo është një gjendje normale e adaptimit fiziologjik, por e dim se çdo vendim apo sakrificë që ne e bëjmë me kuptim, ajo rrjedhimisht sjell edhe nivele më të ulta të stresit, po ashtu edhe kemi një ndjenjë më të qëndrueshme brenda vetes. Është interesant të përmendim edhe një element nga neuroshkenca moderne, ku sot studimet na tregojnë se organizmi njeriut nëse qëndron për orë të caktuara, pa ushqim, atëherë vetë rritën disa substanca në trupin tonë, e cilat në veçanti janë dopamina, norepinefrina dhe adrenalina, neurotransmiter shumë të rëndësishëm që janë të lidhur me fokusin dhe përqendrimin. Rrjedhimisht, na gjatë kësaj kohe kuptojmë se biologjikisht na e kemi trupin në një alert, jemi më të mprehtë në aspektin e fokusit. Kështu që nganjëherë sfidat në aspektin metabolik janë ato që na sjellin më shumë benefite, dhe kjo shpeshherë edhe i arsyeton edhe deklaratat e shumë agjeruesve që gjatë kësaj kohe sa janë agjerueshëm, kanë fokus më të lartë, përqendrim më të mirë. Për mos me hinë për shumë studimet të cilat sot i tregojnë benefitet si në aspektin psikologjik, aspektin shpirtëror, po ashtu edhe fizik, s'duhet të harrojmë me përmend edhe aspektin social i cili luan rol në mirëqenien tonë, e që në kohën e Ramazanit kjo na bën më të afërt, do thotë to iftarët, bashkimet që jemi afër njëri tjetrit, kjo e rrit në një nivel më të lartë kompetencën sociale, edhe kjo është një mbrojtës i fuqishëm i shëndetit mendor. Por si psikologe e kam të rëndësishme me sqaruar edhe pjesën që ka disa persona të cilët gjatë fazës së agjerimit kanë kaluar ndoshta më herët në një histori me ndonjë diagnozë të çrregullimit mendor, e që din ndoshta gjatë kësaj fazës të krijohen vështirësi të caktuara, ku është e këshillueshme që në bashkëpunim përveç agjerimit, po edhe me konsultat të profesionistëve të shëndetit mendor, të përdoren si metoda komplementare apo ndihmëse drejt mirëqenies së përgjithshme. Kështu që kjo është ajo në përgjithësi që ka mundova në pikat të shkurta me i përmbledh disa dimensione se si ndikon agjerimi, sidomos në aspektin e shëndetit mendor, të cilat janë dy gjëra shumë të ndërlidhura, si aspekti shpirtëror ashtu edhe mendor. Kështu që si përfundim po shohim se në gjatë kohës kur ne agjerojmë jemi duke e trajnu veten ose po e trajnojmë pjesën e vetë kontrollit, po ashtu stabilitetin emocional dhe po jemi më afër njëri tjetrit që kjo po ndihmon përgjithësi të kemi një mirëqenie më të mirë.
E rëndësishme është që gjatë asaj kohe na po trajnohemi që mos t'i ndëgjojmë nevojat e tona të menjëhershme e në mënyrë të pavetdijshme të marrim vendime, veprime apo deklarata, po t'jemi të vetëdijshëm dhe të gjitha vendimet apo veprimet tona të jenë në mënyrë të vullnetshme. Kjo ishte gjitha. Faleminderit shumë për kohën, agjerim edhe lutjet pranuara.